Në këtë rast krijohet votbesimi. Ke kuptimin që në pjesën e administrimit si kryeministër? Po. Në qoftë se ai mund të vi puna që ato mund të pëzullojnë dhe Edi Ramën. Mund të vinte, në qoftë se ti merr indikacione që këto janë sui generis, po them tani, sigur ai në një moment të shes interesat e Adheut për Greqinë, siç normale, ajo është krejt normale, po. Dhe kjo është normale. Kjo është krejt normale. Ndërsa për rastin në fjalë, zonja Balluku gjendet përballë një situate që e ka krijuar vetë, madje që në mandatin e kaluar i është bërë qartë që ajo është në pozicion të vështirë. Dhe në këtë rast bën falti për presën. Në këtë rast nuk e di pse ky e mori prapë në të njëjtat pozita, se mund të shkarku një lloj përgjegjësie boll për perceptimin që ishte. Patjetër, sepse zoti Rama vërtet përdori diskursin të një gjyqtari shumë të njohur amerikan për ndarjen e pushtetit të drejtësisë me politikën, pa Amerika ka politika tjera, ka instrumenta pa fund balance. Dhe tani ne po shikojmë me zotin Trump, kanë filluar republikanët që janë shumë më kritik se sa demokratët. Dhe do vishin këtë pikë, u priste kjo. Sepse duan shtetin, duan Amerikën. Pikërisht po kalon kompetencat, duke menduar që edhe mos zgjidhet edhe një mandat tjetër. Patjetër. Dhe në këtë rast, zoti Rama, duke mos e parë si problem drejtësinë, po duke parë si aset për integrimet shqiptare, mendoj që t'i linte hapësirë dhe mendoj që ata nuk do shkonin deri ke zonja Balluku. Në fakt, unë nuk besoj që zoti Rama nuk e ka ditur, por me këtë rast zoti Rama e ka shmangur në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse personalisht besoj që zoti Rama i di mirë disa situata të zonjës Balluku. Padyshim ka gjitha informacionet, gjitha burimet. Jo vetëm informacionet, por edhe që tender të këtij lloji janë tenderat të cilët kanë brenda interesa strategjike. Për shembull, na duhet ndihma e Turqisë. Dhe kuptohet tenderi mund të ishte i tillë që të ishte i kujdesshëm dhe për interesat tona, por të paktën mos të ishte aq i shëmtuar i paraqitur nga zonja dhe varësit e saj që në mendimin tim e kanë tepruar. Nuk ka ditë jo për një tender kaq strategjik dhe kaq të rëndësishëm. Patjetër, por duke pasur funksionet e zëvendës kryeministrit zonja Balluku, në këtë rast ka staturë aq lartë sa edhe përgjegjësinë do e mbaj vetë. Dhe me çka kam parë këto kohë, zoti Rama është munduar sa më shumë që është e mundur t'i japi vend shumë të lartë zonjës Balluku. Pa çka se ne të dy e dimë që qoftë nga ana intelektuale, qoftë mënyrën si është përballur në publik, qoftë ato diskurse, qoftë se janë të vërteta të asaj lënë jashtëzakonisht për të dëshiruar.